تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، حمدا كثيرا دائما ما تعاقب الليل والنهار. I gjithë lavdrimi takon Allahut, I cili e zbriti Kur'anin robët e tij, që ai të jetë me të paralajmërues për të gjithë njerëzit. Dhe I gjithë lavdrimi takon Allahut, I cili e zbriti robët e tij librin, duke mos lënë në të asnjë farë shtrëmbrimi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, I cili është një dhe I pa ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I tij dhe I dërguari I tij. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin me të, me familjen e tij dhe me gjithë ata që I ndjekin me punë të mira deri në ditën e gjykimit. Më pas elus Allahun azza wa jall, dhe ai është I cili I përgjigjet lutjes, dhe ai është I cili jep atij që I drejtohet dhe I kërkon. Elus të më bëj mua dhe juve prej atyre që na bekon fjalët tona me vepra. Dhe elus atë të mos na lejoj të mbështetemi në vetet tona, asnjë qast, as përpëritja e syrit. Elus të na ruaj nga fitnet, ato që duken dhe ato që nuk duken. Elus të na forcoj dhe të na bëj të qëndrueshëm në fjalën e takuas gjatë jetës dhe në çastet e vdekjes. Vërtet ai është dëgjues dhe vërtet ai është bujar. Gjithashtu elus Allahun xhalla wa ala të më sjell dobi mua dhe juve përmes kësaj që e dëgjojmë dhe përmes kësaj që e lexojmë prej diturisë në këto ditë, në këtë seminar të bekuar inshallah. Elus Allahun të bëj këtë dituri argument për ne dhe jo kundër nesh, dhe elus Allahun të na drejtoj fen ton deri në vdekje, të na drejtoj fen ton për atë sa e ka caktuar të jetojmë. Pastaj prej llojeve të bereqetit që Allahu e ka zbritur dhe ja ka dhuruar robërve të tij të veçantë, prej llojeve të bereqetit që ja ka zbritur dhe dhuruar robërve të tij të veçantë, është t'i begatoj ata me dashuri për diturinë. T'i begatoj ata me dashurinë për diturinë, me dashurinë për të përvërtësuar atë sa më shumë dhe me mund dhe me përpjekje për në këtë rrugë. Dhe çfarë është dituria e vërtet? Dituria e vërtet është dituria për librin e Allahut azza wa jall dhe për sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka fjalë që është më e ngritur dhe që ka rëndësi dhe vlerë më të madhe se sa fjala e Allahut azza wa jall, dhe pastaj nuk ka fjalë që është më e lartë, më e ngritur dhe më me vlerë se sa fjala e profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Që do thot I suksesshëm I vërtet dhe I bekuar I vërtet është ai të cilit Allahu I ka dhënë dituri, I cili vepron me dituri dhe përpiqet në këtë rrugë që të arrijë sa më shumë prej diturisë atë sa ja ka shkruar Allahu I lartësuar. Si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, wa'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Veproni sepse secilit prej jush I është lehtësuar ajo për cilën është krijuar. Veproni sepse secilit prej jush I është mundsuar, I është lehtësuar, pra rruga për xhenet ose për xhehenem, secilit I është lehtësuar dhe mundsuar ajo për cilën është krijuar. Allahu na dhënë dituritë e dobishme,
veprat e sakta dhe përpjekje të pranuar. Dhe shfrytëzoj rastin ta falenderojmë Hoxhën Xhemal, Allahu e shpërbleft atë dhe gjithë vëllezërit që kanë kontribuar për mbarvajtjen e këtij seminari dhe gjithashtu hoxhallarët me kontributin e tyre dhe i shpërbleft të gjithë ata të cilët e dëgjojnë këtë dituri. Amin. Më pas, siç e dim, Allahu i lartësuar na ka urdhëruar në Kur'an që të meditojmë mbi fjalët e tij. Dhe na ka treguar në disa ajete se na ka treguar urtësinë se pse Allahu e ka zbritur Kur'anin. Dhe tek ato ajete, në mënyrë përmbledhur, Allahu tregon se e ka zbritur Kur'anin që ne të meditojmë mbi vargjet e tij. Dhe ky është bereqeti i vërtet. Allahu shpëlbej. Dhe ky është bereqeti i vërtet kur një rob nuk e ka hise vetëm leximin e fjalëve të Kuranit, por mediton mbi ajetet e Kuranit dhe pas meditimit të marrë mësim dhe të marrë këshill. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, ka thënë Allahu, dhe të marrin mësim, dhe të marrin këshill njerëzit e mendjes. Që do thotë njerëzit e mendjes, njerëzit e mençur janë ata që meditojnë, nuk i kalojnë ajetet e Allahut pa medituar dhe pas meditimit marrin mësim prej tyre. Ne do mundohemi të japim një shpjegim të lehtësuar ajetit më madhështor në Kur'an, ajetit Kursi, kryesisht duke u bazuar në shpjegimet e dietarit të madh Ibn Uthaymin, Allahu më mëshiroft, por gjithashtu edhe pak nga dietarë të tjerë që e kanë shpjeguar këtë ajet. Të gjithë e dimë, pra ky ajet është ajeti më madhështor në librin e Allahut Azza wa Jall. Ajeti më madhështor në librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe për këtë kemi argumente, ndërto është hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu. Yarhamukallah. Të cilin e transmeton Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu. Ai thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar dhe i ka thënë: Ja Aba Mundhir, ose Aba Mundhir, o Ebu Mundhir, si e ka pasur kunjen Ubej ibn Ka'bi. Ja Aba Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. A e di se cili ajet në librin e Allahut prej atyre që ti i di është më i madhi? A e di pra se cili ajet në librin e Allahut është ajeti më madhështor? Dhe Ubej ibn Ka'bi ka thënë: Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Unë thash Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Atëherë ka thënë: Ja Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ja ka përsëritur pyetjen: a e di cili është ajeti në librin e Allahut që është më madhështori? Dhe ai ka thënë, atëherë ka thënë: Thash Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam më goditi me dorën e tij në gjoks dhe tha: Liyahnika al-ilmu Abul Mundhir. Të shkoft mbar dituria o Ebu el Mundhir, ose e gëzofsh diturin o Ebu el Mundhir. Një shprehje që në retorikën arabe mund të jetë, domethënë, e njohur si lutje. Pra duket se është lutje në pamje, por në thelb ajo është edhe një pohim nga profeti sallallahu alaihi wasallam, se ky sahabi i madh ka qenë i thelluar në dije. Pra ka qenë i palëkundur dhe i shuar në dituri. Ibn Uthaymin, Allah më shëroft, thot e ka goditur në gjoks, sepse gjoksi është vendi që e mban zemrën, dhe zemra është vendi ku është vetëdia e njeriut. Wa alaikumus salam. Zemra është vendi ku është vetëdia dhe kuptimi i njeriut. Që do thot,
me pak fjalë e ka uruar me këtë shprehje Ubej ibn Ka'bin, sepse e ka qelluar dhe e ka ditur që ajeti më madhështor në librin e Allahut është Ajetul Kursi, ajeti i Kursijut. Ky ajet përmban 10 cilësi të Allahut të madhruar, kurse përse i përket surës më madhështore, në Kur'an, ajo e dim që është surja Al-Fatiha. Surja Al-Fatiha pra është surja më madhështore e Kur'anit, kurse Ajetul Kursi është ajeti më madhështor i Kur'anit. Prej veçorive të këtij ajeti është se kush e lexon këtë ajet madhështor natën, Allahu do t'ja bëj atij që të ketë një mbrojtës gjatë gjithë natës dhe nuk do t'i afrohet shejtani deri në mëngjes. Mirë po, si thot dietari i madh Ibn Uthaymin, Allahu më shëroft, patjetër që lexuesi i kësaj pjese ose i këtij ajeti të jetë besimtar në të. Pra që të fitojë këtë vlerë, të fitojë këtë veçori, duhet të besojë në këtë ajet, të besojë në ndikimin që e ka ky ajet kur e lexon, të besoj se Allahu do ta ruaj atë deri në mëngjes nga shejtani. Kurse ai njeriu që e lexon këtë ajet vetëm ashtu pa vëmendje, pa përqendrim, pa besim, ose e lexon vetëm për ta provuar, ndoshta Allahu do ta ruaj, pra pa qenë i bindur për gjurmët në ndikimin e këtij ajeti, atëherë nuk ka për të pasur dobi. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka transmetuar, ka thënë, më ka ngarkuar profeti sallallahu alaihi wasallam për ta ruajtur zakatin e Ramazanit. Më ka ngarkuar profeti sallallahu alaihi wasallam një herë për ta ruajtur zakatin e Ramazanit, pra fitrat që i kanë mbledhur në fund të Ramazanit, një ditë ose 2 ditë para Bajramit. Dhe thot, më erdhi një erdhacak, ose më erdhi një person. Dhe filloi të gjurmoj, ose filloi të prek dhe të marr prej ushqimeve që janë mbledhur. Atëherë kapa atë dhe i thash, pasha Allahun, unë do të ngrej ty tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, do ta çoj çështjen tënde te ai. Por thot ai tha, unë jam nevojtar, kam fëmijë dhe kam nevojë shumë të madhe. Pra jam nevojtar shumë i madh. Dhe thot Ebu Hurajra e lash të lirë, dhe kur erdhi mëngjesi, profeti sallallahu alaihi wasallam më tha, ja Ebu Hurajra, ma fa'ala asiruka al-bariha, o Ebu Hurajra, çfarë bëri ai që e zure mbrëm? Pra çfarë ndodhi me atë që e zure mbrëm? Dhe kuptohet që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë në atë vend, por e ka kuptuar këtë përmes shpalljes. Pra, çfarë bëri ai personi që e zure mbrëm? Dhe Ebu Hurajra thotë, unë thash, o i dërguari i Allahut, ai u ankua se kishte nevojë shumë të madhe, kishte fëmijë, dhe unë e mëshirova dhe e lash të largohet. Atëherë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad kadhabak wa sayaud. Ka thënë, ai vërtet të ka gënyer dhe do të kthehet prap. Dhe e kuptova se ai do të kthehet prap, sepse profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha do të kthehet prap. Kështu thotë Ebu Hurajra. E kuptova se do të kthehet prap, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha se do të kthehet prap. Kjo tregon pra se sahabët kanë qenë besimtar shumë të fuqishëm në fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, lidhur me gjërat që nuk i shohin, ashtu njësoj si kanë besuar profetit sallallahu alaihi wasallam edhe për gjërat që i shohin. Ndoshta i kanë besuar për gjërat që nuk i shohin të ghaibit edhe më shumë, sepse ajo është shpallje nga Allahu i Madhrishëm. Dhe vazhdon Ebu Hurajra thot,
atëherë e prita dhe vrojtova. Pra ka pritur se kur do vi dhe ku do vi, dhe thot erdhi dhe filloi prap të marr nga ai ushqim. Dhe e kapa dhe i thash do të çoj tek profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai tha më lër. Unë jam nevojtar, unë kam fëmijë dhe nuk do të kthehem. Dhe thotë më shirova prap. E më shirova, thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, dhe do shta e lind pyetja se si e ka bërë Ebu Hurajra, ose pse e ka lënë dhe e ka mëshiruar. E ka mëshiruar sepse edhe duke i ditur pra se i dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka thënë do të kthehej dhe ka gënjur, e ka mëshiruar sepse e ka ditur se profeti sallallahu alaihi wasallam është njeri i butë, e ka kujtuar pra butësinë e tij dhe mëshirën e tij, dhe e ka ditur se nuk ka për ta çortuar nëse e lëshon prap. Edhe kështu ka ndodhur, realisht nuk e ka çortuar profeti sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurajra. Dhe thotë lash të largohet, dhe pastaj erdhi mëngjesi dhe prap më tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, o Ebu Hurajra, çfarë bëri ai personi që e zure? Dhe unë thash, o i dërguari Allahut, u ankua për nevojën e tij të rënd dhe për fëmijët, dhe më shirova. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam prap i ka thënë, ai të ka gënjur dhe do të kthehet. Edhe thotë e prita për herën e tretë, dhe erdhi duke prekur tek ushqimi, dhe e kapa dhe i thash, unë do të çoj tek i dërguari Allahut tani. Dhe kjo është hera e fundit, pra hera e tretë që ti pretendon se nuk do të kthehesh. Dhe po kthehesh. Dhe ai ka thënë atëherë më lër të të mësoj disa fjalë që me të cilat Allahu do të bëj dobi ty. Më lër të mësoj disa fjalë, pra mos më ço, dhe në këmbim unë ty do të mësoj disa fjalë me të cilat Allahu do të bëj ty dobi. Dhe unë i thash cilat janë ato fjalë. Ka thënë, kur të shkosh për të fjetur, kur shtrihesh për të fjetur, lexoje ajetin e Kursijut, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, deri në fund të ajetit, sepse kështu nëse bën do të vazhdoj me ty një mbrojtës nga Allahu dhe nuk do të afrohet asin shejtan deri në mëngjes. Dhe e lash të largohet, dhe kur erdhi mëngjesi, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha, çfarë bëri ai që e zure mbrëm? Unë i thash, o i dërguari Allahut, ai pretendoi se do më mësoj disa fjalë me të cilat Allahu do më bëj mua dobi. Dhe unë e lash të shkoj. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cilat janë ato fjalë? Ka thënë që më ka thënë se kur të shkosh dhe shtrihesh për të fjetur, lexoje ajetin Kursi prej në fillim deri në fund. Pra ajetin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhe thot, më tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe më tha ai personi, nëse ti e lexon do të vazhdoj të mbroj një mbrojtës nga Allahu deri në mëngjes dhe nuk do të afrohet asnjë shejtan deri në mëngjes. Dhe thot transmetuesi i hadithit, wa kanu ahrasa shay'in 'ala al-khair. Ata ishin njerëzit më të interesuar për khairin. Pra sahabët, prandaj Ebu Hurajra e ka pyetur se po të ishte që së shumë interesuar për khajr, do e kështë refuzuar, do e kështë mbyllur gojen, por ka qenë interesuar shumë për khajr dhe i ka interesuar shumë që të ketë dhe një fjalë të tillë, dhe një ajet të tillë që nëse e thot, do të jetë i mbrojtur nga shejtani deri në mëngjes, dhe kështu kanë qenë sahabët, pra të interesuar gjithmonë për khajr. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në fund i ka thënë, ama innahu qad sadaqak. Në këtë rast i ka thënë, ai ta ka thënë të vërtetën. Ai ta ka thënë të vërtetën, wa huwa kadhub, edhe pse ai është gënjeshtar i madh. Ai di se kujt po i drejtohesh, ta'lamu man tukhatibu منذ 3 layalin ya Abu Hurajra, a di se kujt po i drejtohesh që 3 net o Ebu Hurajra? Ka thënë, la, nuk e di, dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dhaka shejtan, ai është një shejtan. Pra është një shejtan
i cili është shfaqur me pamje të një njeriu. Pra, fjalë të pakta, të cilat nëse i thua do të të mbrojnë. Ibn Uthejmini thotë, nëse ti urdhëron dhe cakton 100 rojtar për të mbrojtur nga shejtani, nuk do të kenë mundësi të mbrojnë nga shejtani, kurse me këto fjalë të pakta Allahu ka bërë mbrojtje dhe mbrojtje për ty. Me ky hadith ka shumë dobi, por ne do e kujtojmë vetëm këtë pjesën që kush e lexon ajetin Kursi, Allahu i ka caktuar pra veçori këtij ajeti, që kush e lexon atë gjatë natës, Allahu do ta mbrojë nga shejtani deri në mëngjes dhe do të ketë nuk do t'i afrohet asnjë shejtan deri në mëngjes. Do të ketë një mbrojtës dhe nuk do t'i afrohet asnjë shejtan deri në mëngjes. Dhe nuk është argument që lejohet të merret dituria prej shejtanëve. Sepse disa njerëz të devijuar u thonë besimtarëve që lejohet të merrni diturinë kudo qoftë. Pra diturinë për Allahun dhe për fenë e tij mund ta merrni kudo qoftë. Por Ehlus Sunne, djegësit e sunetit kanë ixhma dhe ixhma shumë të fuqishme se nuk lejohet të merret dituria nga njerëzit e devijimeve, njerëzit e bidateve. Dhe si argumentohen këta me këtë hadith, thonë që Ebu Hurera e mori diturin nga shejtani. Dhe neve na lejohet të marrim diturin nga dikush që nuk është shejtan, që është bidatxhi. Por e vërteta është shumë e qartë se si gjithmonë, si kanë thënë dietarët, njerëzit kur sjellin një argument të saktë nga Kurani ose hadithi për ta mbrojtur një bidat, për ta mbrojtur një devijim, gjithmonë i njëjti argument është argument kundër tyre. Pra nëse analizohet, gjithmonë argumentet e bidatxhive që i përmendin për bidatet e tyre janë argument kundër tyre, të njëjtat argumente. Dhe në këtë rast, këtu Ebu Hurera radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, as nuk e ka ditur që është shejtan, as nuk ka shkuar tek ai për të marrë dituri, dhe as nuk e ka marrë nga ai në fund të fundit, por e ka marrë këtë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ka shkuar për ta vërtetuar këtë gjë tek ai të cilit i zbet shpallja. Që do të thot, me pak fjalë, ky ajet, prej veçorive të këtij ajeti është që kush e lexon natën, Allahu i cakton atij një mbrojtës deri në mëngjes dhe nuk i afrohet shejtani deri në mëngjes. Dhe sa mirë do të ishte qenë që njerëzit të interesoheshin ose ta merrnin seriozisht këtë çështje, që ta lexonin këtë sure gjithmonë, këtë ajet gjithmonë para xhumit, edhe gjithashtu ta lexojnë atë në vendet ku është e preferuar në sunet, pas farzeve, në dhikrin e mbrëmjes të mëngjesit. Që të përfitojmë pra këtë veçori që Allahu t'i mbrojë ata deri në mëngjes. Aleikum selam. Ky ajet, të kthehemi pa tek shpjegimi i fjalëve të këtij ajeti, ky ajet ka 10 fjali. Dhe fillon Allahu i lartësuar thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është ai përveç cilit nuk ka ilah tjetër, al-hayyu al-qayyum, i gjalli, mbajtësi absolut. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kap as dremitja dhe as gjumi. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Të tij janë krejt çfarë ka në qiell dhe në tokë. Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Kush mund të ndërhyjë tek ai, kush mund të ndërmjetësojë tek ai pa lejen e tij. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.
ai e di se çfarë ka, ai e di gjithçka që është përpara tyre, pra krijesave, ai e di gjithçka që ka përpara tyre dhe çfarë ka pas tyre. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ata nuk mund të përfshin diturin, nuk mund të përfshin asgjë nga dituria e tij përveç atë sa ai dëshiron. Ata, krijesat, nuk mund të përfshin prej diturisë së tij përveç atë sa ai dëshiron. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursiu i tij i përfshin qiejt dhe tokën, wa la yaudu hifdhuhuma. Ruajtja e këtyre dyjave nuk është e vështirë për të. Wa huwa al-aliyyu al-azim, dhe ai është i larti, madhështori. Sa i përket domethënieve të këtyre fjalive, këtyre pjesëve, pra në mënyrë të përmbledhur, atëherë të fjala Allahu la ilaha illa hu, këtu kemi tauhidin, pra monoteizmin e pastër për Allahun Azza wa Jall, që atij takon njëshmëria absolute. Ai është pra Zoti një dhe i adhuruar i vërtet, i vetëm. E kjo fjalë është fjala më madhështore të cilën e thot një njeri. Pra la ilaha illa Allah, fjala më madhështore të cilën e thot një njeri, për cilën janë dërguar të dërguarit, për cilën janë zbritur librat. Si ka thënë Allahu: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Nuk kemi dërguar përpara teje, o Muhammed, ndonjë dërguar, që nuk e kemi shpallur atij se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Pra la ilaha illa Allah, nuk ka ilah përveç Allahut. Nuk ka ilah, kjo është mohim, përveç Allahut, pohim dhe këto dy shtyllat e kësaj fjale siç e mësojmë në librat e akidës. Dhe çfarë do të thotë fjala la ilaha illa Allah ose la ilaha illa huwa në këtë ajet? Do të thotë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Nuk ka dikush pra që e meriton të adhurohet përveç tij xhalla wa ala. Që do të thotë nuk ka ilah të vërtet, sepse ilaha me kuptimin që adhurohen në vend të Allahut ka, mirë po ata janë me të pa të drejtë. Ata janë ilaha të rrem, ilaha të kot, kurse ilah i vetëm dhe i vërtet është Allahu Azza wa Jall. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah, ose nuk ka ilah tjetër përveç Allahut. Do thotë nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë që adhurohet përveç Allahut është i adhuruar i kot. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq, ka thënë te surja Al-Hajj, kështu është sepse Allahu ai është al-haq, ai është pra i adhuruar i vërtet, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, kurse ata të cilëve ju lutën në vend të Allahut janë al-batil, janë kota. Që do thotë al-ilah, al-haq, i adhuruar i vërtet është vetëm Allahu Azza wa Jall. Kurse al-aliha, shumë si fjalës ilah, përmendet në Kur'an, pra të adhuruarit e tyre, ilahat e tyre. Kjo është me kuptimin se ata i quajnë ilaha, jo se janë të vërtet. Por, si ka thënë Allahu, in hiya illa asma'un sammaytumuha. Ato janë vetëm emrat që ju vetë i keni vënë. Pra vetë i keni quajtur si janë ilah, filani dhe filani dhe filani prej të adhuruarve të tyre. Antum wa aba'ukum, i keni quajtur ju dhe baballarët tuaj. Ma anzal Allahu biha min sultan, Allah nuk ka zbritur për to asnjë argument. Pra edhe nëse adhurohen, ata janë të adhuruar të kot, nuk kanë të drejtë në uluhije, nuk kanë të drejtë në adhurim. Prandaj ne themi la ilaha, kuptimi është la ilaha haqqun, nuk ka të adhuruar hak të vërtet përveç Allahut një. El-Hayyu El-Qayyum, i gjalli, El-Hayyu do thot i gjalli, El-Qayyum mbajtësi absolut.
Dhe këto janë dy emra prej emrave të bukur të Allahut të lartësuar. Janë dy emra që i përmbledhin të gjitha cilësitë e përsosura të Allahut të madhruar. Të gjitha cilësitë vetore, pra që kanë bëjmë me veten Allahut të lartësuar, i përmban emri El Hayyu, i gjalli. Pra i përmban dhe i përfshin dhe i nënkupton emrat si Es-Sami', El-Basir, El-Alim, El-Qadir, ai që është dëgjuesi, shikuesi, i fuqishëm, gjitha këto i përmban emri El-Hayy. Emrat që janë ose cilësitë që janë vetore të Allahut të madhruar. El-Qayyum, të gjitha emrat veprore të Allahut të madhruar. Pra krijuesi, furnizuesi, sistemuesi, dhënësi i jetës dhe i vdekjes, gjithçka që ka të bëjë me veprat e Allahut të madhruar. Prandaj bashk El-Hayyu, El-Qayyum bashk i përfshin të gjitha cilësitë e përsosura të Allahut të lartësuar. El-Hayyu do të thotë i gjalli, dhe nyja shuese El që është në fillim nënkupton që ai është që e ka gjallërinë e plot dhe të përsosur, ose jetën e plot dhe të përsosur. Pra ai që është i gjalli i përjetshëm, jeta e cilit është e plot dhe e përsosur. Çfarë do thotë e plot dhe përsosur? Nga dy aspekte, i plot dhe përsosur, nga aspekti se nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Ai është El Hayyu, i gjalli, jeta e tij është absolute sepse nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Nuk i paraprin pra mos ekzistencë dhe nuk e pason shuarje. Kurse kuptimi tjetër ose aspekti tjetër që tregon se jeta e tij është absolute dhe e plot, është sepse nuk ka tek jeta e tij asnjë mangësi. Gjitha cilësitë të jetës së tij, pra dëgjimi, shikimi, dituria, fuqia, të gjitha janë të përsosura dhe nuk kanë asnjë mangësi. Pra ai është El Hayyu, i gjalli absolut, sepse nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim, dhe ai është El Hayyu, i gjalli absolut, sepse nuk ka në cilësitë e tij dhe jetës së tij asnjë mangësi. Kurse krijesat kuptohet që paraprihen nga mos ekzistenca, pra njëherë nuk ekzistojnë, pastaj krijohen dhe pastaj u vjen shuarje. Kurse Allahu Azza wa Jall, pra jeta e tij është e plot, nuk e paraprin shuarje dhe nuk e paraprin mos ekzistencë dhe nuk i vjen dhe nuk i pason shuarje. Si ka thënë kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është mbi të do të shuhet, çdo gjë që është mbi tokë do të shuhet. Dhe do të mbetet fytyra e Zotit tënd plot madhështi dhe nderim. Dhe disa prej selefit kanë pëlqyer që të mos ndalet tek ajeti i parë, pra tek ajeti i parë që cituam, kullu man alayha fan, çdo gjë që është mbi të do të shuhet, kanë thënë është më e pëlqyer të vazhdohet ajeti, çdo gjë që është mbi të do të shuhet dhe do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd plot madhështi dhe nderim, që do të thotë të tregohet në këtë mangësia e krijesës, se ai shuhet, dhe të tregohet me të përsosëria e krijuesit se ai do mbetet dhe nuk shuhet. Pra, ky është aspekti pse themi që El Hayatu, jeta e Allahut është e plot, kamile, absolute dhe nuk nga këto dy aspektet, nuk i paraprin mos pasje ose mos ekzistencë dhe nuk i vjen shuarje. Dhe në të njëjtën kohë, jeta e tij është absolute sepse gjitha cilësitë e tij janë të plota dhe absolute. El-Qayyum është një formë sipërore e emrit El-Qaim në gjuhën arabe, që do të thotë ai i cili e kryen një gjë dhe e realizon një gjë dhe e merr përsipër një gjë. Pra ai që e mban me një fjalë ndoshta më të përgjithshme, e mban çdo gjë. Prandaj në disa përkthime e hasni El-Qayyum me përkthimin mbajtësi absolut. Në disa përkthime
e gjeni me përkthimin mbikëqyrësi ose me ndonjë tjetër cilësi që e nënkupton kjo cilësi, që është el-qayyumiyya, mbajtja. Pra el-qayyum do thot ai që është formë si përrodha me fjalës qaim, do thot ai që shumë e ka këtë cilësi dhe ajo është që e mban veten dhe i mban të gjithë të tjerët. Do thot vetëm mbahet sepse nuk ka nevojë për askënd dhe e mban çdo gjë tjetër sepse çdo gjë tjetër ka nevojë për të. Kjo është me pak fjalë kuptimi i fjalës al-qayyum. Qaimun bi nafsi, që e mban veten sepse nuk ka nevojë për askënd, është i pavarur nga krijesat, dhe qaimun ala ghayrihi, i mban të gjithë të tjerë, të gjitha krijesat sepse të gjithë kanë nevojë për të. Pra mbajtja kuptohet çfarë do thotë, ai është mbi krijesën, kujdeset për krijesën, ja mundson të gjitha gjërat, e furnizon, e krijon, fillimisht e furnizon, e rrit, e zhvillon, gjitha këto janë pjesë e qayyumiyes, pra cilësisë që Allahu i mban gjitha krijesat. Prandaj tham, i përfshin gjitha vetit veprore të Allahut. Dhe ai e mban veten, tham, nuk ka nevojë për askënd prej krijesave. Si ka thënë, wa men kafara, kush bën kufër, kush mohon për jush, Allahu na ruajt, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Dijeni se Allahu është i pavarur nga krijesat. Do thotë nuk ka nevojë për askënd. Nëse ju mohoni e keni për vete, nuk i bëni dëm Allahut të madhruar. Allahu është ghaniyun 'anil alamin, është i pasuri dhe ai që nuk ka nevojë për krijesat. Pra nëse mohoni, dini se Allahu është i pavarur prej jush. Edhe në ajet tjetër thot njësoj, in takfuru, nëse ju mohoni, fa inna Allaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr. Dini, nëse mohoni ju, dini se Allahu është ghani, është i pavarur, nuk ka nevojë për ju dhe nuk është i kënaqur për robërit e tij që ata të bëjnë kufër, pra që ata të mohojnë ose të jenë mosmirnjohës. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse falenderoni, këtë e pëlqen prej jush. Ka thënë në ajet tjetër, ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Nuk ka asnjë krijesë përveç se Allahu e mban për balluke atë, që do thotë e ka në kontroll të plot secilën krijesë. Që do thotë ai është që e mban krijesën. Ai është i cili e mban çdo krijesë. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri. Prej shenjave të Allahut, prej ajeteve të Allahut është që qielli dhe toka mbahen me urdhrin e tij. Mbahen me urdhrin e tij. Pra Allah është ai që i mban të gjitha krijesat. Kjo është pra kuptimi që e mban çdo krijesë. Dhe shpresoj e mbajtë mend, pra El Qayyum i ka këto dy kuptimet brenda saj. E mban veten e tij, nuk ka nevojë për krijesat dhe i mban të gjitha krijesat sepse të gjithë kanë nevojë për të. Dhe tham, pasi El Hayyul Qayyum bashk përmbledhin të gjitha cilësitë e Allahut, të gjitha cilësitë e përsosuara të Allahut, vetore dhe veprore. Prandaj kanë thënë dietarët se është edhe emri më i madh i Allahut. Të thuhet, pra kur lutesh Allahut, ka një çështje që quhet arabisht Ismullahi el-A'zam, emri i Allahut më i madh. Dhe kanë ardhur hadithet e shumta për këtë gjë, kush i lutet Allahut me këtë emër, kush i lutet Allahut me emrin më të madh që ka Allahu, do t'i ja mundsoj Allahu, do t'ja jap përgjigjen, si të përmendim një hadith. Kanë thënë dietarët, El Hayyul Qayyum ai është emri më i madh i Allahut, pra si emri i përbër bashk, El Hayyu El Qayyum. Sepse tham i përmbledh të gjitha cilësitë e tjera të Allahut madhruar brenda këtyre dy emrave. Mirë po, e dim këtë mesele në librat e akidës se dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme, cili është emri më i madh i Allahut. Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, në shpjegimin e Buhariut
e përmend që janë 14 mendime se cili është emri më i madh i Allahut. Disa prej tyre kanë argumentet e tyre, por disa prej tyre janë vetëm thjesht mendime të dietarëve, pra nuk kanë argumente të qarta. Por si duket, si mendim më i fuqishëm është ky mendimi që kanë përzgjedhur shumë prej dietarëve, që emri i Allahut më i madh është El Hayyu El Qayyum. Sepse kështu lë të kuptohet një hadith ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot: Ismullahil A'zam, emri më i madh i Allahut, alladhi idha du'iya bihi ajaba, i cili kur ti lutesh me atë emër Allahu të përgjigjet. Ka thënë fi thalathi suwarin min al-Quran, gjendet në 3 sure të Kuranit. Gjendet në 3 sure të Kuranit, fil Baqarati wa Ali Imran wa Taha. Pra gjendet në këto 3 sure emri më i madh i Allahut, dhe dietarët e kanë gjetur gjithashtu se El Hayyul Qayyum gjendet tek Al-Baqara të ajeti Kursi, gjendet tek Ali Imran në ajetet e para dhe gjendet gjithashtu të suja Taha. Allahu e di më së miri. Dhe ky hadith që përmendëm është sahih. Sheikh Albani thotë është sahih. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ata nuk e kap as dremitja dhe as gjumi. Ata nuk e kap as dremitja dhe as gjumi. Dremitja është ajo që vjen përpara gjumit. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk e kap as dremitja dhe as gjumi. Kurse njeriu e kap edhe dremitja, edhe gjumi, deshi apo nuk deshi. Ndonjëherë njeriu flen duke qenë në mësim, apo ndonjëherë flen ose e kap dremitja duke folur dhe duke ligjëruar. Mirë po, Allahu Azza wa Jall atë nuk e ka pas dremitja dhe as gjumi. Pse? Sepse jeta e tij është e përsosur dhe mbajtja e tij që përmendëm El Qayyumiyye është e përsosur. Pra për shkak se jeta e tij është absolute dhe mbajtja e krijimit dhe krijesave dhe çdo gjëje është absolute, atë nuk e kap as dremitja dhe as gjumi. Pra për shkak se jeta e tij është e plot, nuk ka nevojë për gjum, kurse ne kemi nevojë për gjum sepse jeta jonë është e mangët. Ne kemi nevojë për pushim pas lodhjes, pas një lodhje që ka kaluar, ose kemi nevojë për pushim për ta kthyer fuqinë për ndonjë punë që duam ta bëjmë në të ardhmen, kurse Zoti Azza wa Jall sikur të ishte e pranueshme për të gjumi ose dremitja, atëherë ku do shkonin krijesat? Çfarë do bëhej me sistemimin e krijesave atë ditë? Dhe kujt do t'i lihej i gjithë pushteti atë ditë dhe gjithë sistemimi i krijimit atë ditë? Pra kjo është absurde. Pra Allah Azza wa Jall për shkak të qayyumijes, se ai është qayyum, mbajtësi absolut, nuk mund ta kap atë as dremitja dhe as gjumi. Por është një gjë e pamundur dhe diçka që është në kulmin e absurditetit, pra që Allahu Azza wa Jall të flej. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ka thënë Inna Allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allahu nuk fle dhe as nuk i takon atij të flej. Që do thotë është absurd dhe e pa pranueshme diçka e tillë, pra është diçka në kulmin e absurditetit që të flej Allahu Azza wa Jall. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Të tij janë krejt çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Të tij janë krejt çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Këtu kemi dy dobi. Njëra se posedimi i Allahut dhe sundimi është gjithëpërfshirës. Dhe këtë e fitojmë nga fjala me arabisht, që është për emër lidhor, që do të thotë çfarë. Nëse e përkthejmë shkurtimisht, pra krejt është e Allahut çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Dhe kur thuhet në këtë mënyrë, kjo përfshin gjithçka. Pra krejt çfarë ka në tokë dhe çfarë ka në qiell është e Allahut. Pra këtu e kuptojmë se sundimi i Allahut është gjithëpërfshirës.
Dhe dobia e dytë se ky sundim është vetëm i Allahut, pra është veçori e Allahut dhe askush tjetër nuk e ka këtë që ti ketë gjithçka në dorë dhe në qej. Këtë e fitojmë nga ardhja para e një pjesë të fjalisë që zakonisht në arabisht vjen pas. Dhe ajo është, nëse mund ta themi prap shkurt, kallëzuesi lahu. Sikur të surja El-Fatiha. Allah nuk ka thënë që të themi na'buduke, të adhurojmë ty, por na ka urdhëruar të themi iyyaka na'budu, ty të adhurojmë. Pra ta sjellim para fjalën ty, që është për emrin ty. Pastaj të themi adhurojmë. Dhe kjo kur e sjell para diçka që ka vendin pas, në arabisht, në stilistik e ka domethënë e sjell si dobi që është kufizim dhe veçim, që do të thotë vetëm i tij. Kur themi ty të adhurojmë, domethënë nuk adhurojmë askën tjetër. Nëse themi të adhurojmë ty, atëherë mund dikush thotë po, të adhuroj ty do të thotë adhuroj Allahun, por edhe adhuroj të tjerë. Por kur thot ai ty të adhuroj o Allah, atëherë kjo nuk kupton se ai adhuron tjetër kënd, por vetëm Allahun. Dhe këtu çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë është e tij. Allahu ka thënë e tij është çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë, që do të thotë vetëm e tij, për të kuptuar se është e kufizuar vetëm në dorën e Allahut Azza wa Jall. Pra gjithë përfshirje dhe veçori e Allahut Azza wa Jall që i ka të gjitha në qiell dhe të gjitha në dorë, çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Kurse të tjerët pra nuk kanë në dorë asgjë nga asaj pasurie, asaj mbretërie që është në qiell dhe në tokë, është vetëm Allahu. Njerëzit posedojnë, mund posedojnë pra për shembull rroba, mund posedojnë shtëpi, pasuri të patundshme, gjëra të tjera, mirë po posedimi i tyre është posedim i kufizuar, i mangët ashtu si i takon vetëm një krijese. Nuk është posedim i plot absolut. Ai e posedon rrobën, por nuk i lejohet atij ta prish për çejf. Ai e posedon pasurinë, por nuk mund për shembull ta zhvillojë pasurinë me kamat. Edhe nëse ai që ja jep kamatin ja jep me pëlqim të plot, këtij nuk i lejohet ta zhvillojë pasurinë e tij në atë mënyrë, sepse nuk është i lirë, që nuk jep liri atij që ai të veprojë çfarë të dojë. Pra është i kufizuar në udhëheqjen e asaj që posedon, s'mund të bëjë çfarë do me to, si bën Allahu, dhe është i kufizuar nga aspekti i ligjit shejatik, se nuk ka të drejtë të veprojë çfarë të dojë me atë që e posedon. Ai që e ka mbretërinë dhe sundimin absolut që bën çfarë të dojë me atë që e ka në dorë, është vetëm Allahu Azza wa Jall. Pra i tij është krejt çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Kush është ai që ndërhyn tek Allahu pa lejen e tij? Kush mund të ndërhyjë tek Allahu pa lejen e tij? Dhe kjo fjala men është isëm pyetës, për emër për të pyetur, kush? Mirë, në realitet kuptimi është se është mohim, askush. Pra, kush është ai që ndërhyn, do thotë askush nuk është ai që mund të ndërhyjë tek Allahu përveç se me lejen e Allahut. Askush nuk mund të bëjë shefat. La yashfa'u. Pra, men dha alladhi yashfa'u. Kush është ai që mund të bëjë shefat tek Allahu përveç se me lejen e tij. Dhe shefatin e dim se çfarë do të thotë, është të ndërmjetësosh në të mirën e dikujt, për t'i sjellë ndonjë dobi ose për t'ja larguar ndonjë dëm. Pra ndërhysh dhe të ndërmjetësosh për dikë që t'i sillet ndonjë e mirë ose t'i largohet ndonjë dëm, kjo është shefati. Dhe dihet se mbretërit e dunjas, sado që t'jenë sundimtar të fuqishëm, sado që t'jenë, domethënë të fortë, tek ata prapë ndërhyjnë njerëzit pa lejen e tij. Prapë ndërmjetësojnë njerëzit tek ai. Mund të jetë ndoshta mbreti më i madh dhe më i fuqishëm,
dhe gruaja e tij të ndërmjetësojë tek ai pa lejen e tij. Kurse tek Allahu Azza wa Jall askush nuk mund të ndërhyj, askush nuk mund të flas, dhe askush nuk mund të ndërhyj as për tjetrin, pra që është diçka e mirë të ndërmjetësosh për tjetrin pa lejen e tij. Qoftë edhe nëse është krijesa më e dashur dhe më e nderuar tek Allahu, nuk mund të ndërmjetësoj tek Allahu pa lejen e tij. Pra ndërmjetësimi do bëhet, mirë po vetëm me lejen e Allahut Azza wa Jalla dhe me kushtet të cilat mësohen në librat e akidës. Pra kush është, si tham, as krijesa më e mirë nuk mund të ndërmjetësoj pa lejen e tij. Dhe kush është krijesa më e mirë, kush është krijesa më e nderuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, prej bijve të Ademit, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ditën e gjykimit do të ndërmjetësoj vetëm pasi të marr leje. Pra nuk mund të ndërmjetësoj pa marr leje. Ai do të bëjë një sejdë të gjatë në të cilën Allahu do ta frymëzojë me disa fjalë madhrimi dhe lavdrimi ndaj Allahut, me të cilat nuk e ka frymëzuar asnjëherë më parë. Dhe pas asaj sejdë të gjatë, Allahu do i thotë ngreje kokën dhe ndërmjetëso, do të pranohet ndërmjetësimi. Pra Allahu jep leje, pastaj ai ndërmjetëson. Çfarë kuptojmë ne nga kjo? Se askush nuk mund të ndërmjetësojë tek Allahu. Nuk kuptojmë pushtetin absolut të Allahut Azza wa Jall dhe autoritetin absolut të Allahut Azza wa Jall. Pra dikush që ka autoritet kaq të madh, askush nuk mund të flasë dhe askush nuk mund të ndërmjetësojë tek ai. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ai di çfarë ka para tyre dhe çfarë ka pas tyre. Edhe këtu kemi fjalën me, që do të thotë çfarë. Dhe kjo nënkupton përgjithësim, gjithçka. Ai di gjithçka çfarë ka para tyre, para krijesave, dhe gjithçka çfarë ka pas tyre. Dhe në shpjegim shumë prej dietarëve kanë thënë kuptimi i fjalës çfarë vjen, çfarë është pas ty, çfarë është para tyre, çfarë është para krijesave, është për qëllim çfarë e tashmja dhe e ardhmja. Pra çdo vepër, çdo lëvizje e tyre që do vi në të ardhmen. Kjo është para tyre. Dhe Allahu e di çdo gjë që është pas tyre, do thotë e kaluara e tyre. Dhe kjo është argument gjithashtu për diturinë e plotë dhe absolute të Allahut Azza wa Jall. Se dituria e Allahut është gjithëpërfshirëse për çdo gjë dhe për çdo kohë, në të kaluarën, në të tashmen, në të ardhmen. Pra ajo që vjen para teje, qoftë edhe një çast pas, edhe një çast që s'ka ardhur, është bejne yedejk, është para teje. Allahu e di, ya'lamu ma bayna aydihim, e di çfarë ka para tyre. Dhe ajo që të ka kaluar, qoftë edhe një çast më parë, është ma khalfahum, ajo që është pas tyre, domethënë e kaluara e tyre. Kurse kuptohet dituria e njerëzve nuk është absolute, është e mangët, e kufizuar. Ne së pari nuk e dim, pastaj e mësojmë. Së pari nuk e dim, pastaj e mësojmë. Që do thotë na shfaqet dituri dhe e marrim dhe e mësojmë. E dyta, pasi ta mësojmë, kemi një sëmundje, një defekt që mund t'i paraqitet dijes son, një mangësi. Dhe ajo është harresa. Kurse dituria e Allahut Azza wa Jall nuk ka në të, pra as mos dije që t'i shpëtoj diçka nga dija, dhe as nuk mund t'i vi dhe t'i pasoj harres. Si ka thënë Musai kur e ka pyetur faraoni, ka thënë qala fama balu al-qurun al-ula. Faraoni ka thënë si është puna me brezat e mëparshëm. Duke i devijuar pra nga diskutimi me Musain, duke sjell hutim, atë si është puna me brezat e mëparshëm, dhe Musai ka thënë detyria për to, për ata breza, si ka thënë qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Detyria për ta është tek Zoti im fi kitab, është shkruar në libër.
La yadhillu rabbi wa la yansa. Allahu nuk yadhillu do thot yajhal, nuk e di. Allahu nuk ka diçka që nuk e di dhe la yansa, dhe nuk harron. Pra as nuk I shpëton diçka diturisë së tij dhe as nuk harron. Kurse ne kuptohet pra jemi të rrethuar me këto dy defekte ose me këto dy mangësi që ka të bëjë me të kaluarën që nuk e kemi ditur, pastaj na është shfaqur dhe që ka të bëjë me të ardhmen, pasi e kemi ditur mund ta harrojmë. Allahu është I pastër nga këto të gjitha. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Nuk përfshin asgjë nga dituria e tij përveç atë sa ai dëshiron. Nuk përfshin nga dituria e tij asgjë përveç sa ai dëshiron. Disa dietar kanë thënë nga dituria e tij është për qëllim nga dituritë e Allahut. Do të thotë njerëzit nuk mund të dinë nga dituritë e Allahut përveç atë sa Allahu I ka dhënë dije dhe u ka mësuar. Kjo është kuptimi min ilmihi. Nuk mund përfshin prej diturisë së Allahut, pra prej diturive që I di Allahu, illa bima sha, përveç atë sa ka dashur Allahu. Dhe disa dietar kanë thënë kuptimi është nuk mund të përfshin asgjë nga dituria për Allahun, përveç atë sa Allahu do. Pra deri tani kemi mësuar disa cilësi për Allahun. Se ai është El Hayy, ai është El Qayyum, ai është dhe njerëzit dhe krijesat nuk mund të përfshin diturinë e Allahut, do të thotë diturinë për Allahun, për emrat e tij, për cilësitë e tij, për veten e tij, përveç atë sa do Allahu. Dhe e sakta është se të dyja këto kuptime janë brenda këtij ajeti, brenda kuptimit të këtij ajeti. Pra krijesat nuk mund ta përfshin asgjë, nuk mund të përfshin asgjë nga dituria e Allahut, nga dituritë e tij që I di Allahu, dhe as nuk mund të përfshin asgjë nga dituritë për Allahun, përveç atë sa Allahu ka dashur që ata të dinë. Je kjo çfarë do bie na sjell që ne nuk guxojmë të flasim për Allahun vetëse atë që kemi të shpallur në Kur'an dhe në Sunet. Se nuk kemi rrugë tjetër për të ditur Allahun Azza wa Jall, përveç se përmes shpalljes. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursiu I tij përfshin qiejt dhe tokën. Kursiu I tij përfshin qiejt dhe tokën. Wasi'a do thot e përfshin dhe e ngërthen e përmban, siç thon arabisht wasi'ani al-makan, do të thon më zë ky vend, do të thon më rrethon dhe më mban ky vend, që do thot kursiu I përfshin brenda qiejt dhe tokën. Dhe kursiu është vendi I dy këmbëve të Allahut Azza wa Jall. Dhe ai qëndron përpara arshit, dhe qëndron përpara arshit të Allahut të madhruar. E ka ardhur një hadith që është I sakt, ose një transmetim që është I sakt nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, nga sahabiu I njohur dhe I madh Ibn Abbasi, që e ka treguar këtë realitet se kursiu është vendi I dy këmbëve të Allahut. Dhe ky hadith, ky transmetim nga Ibn Abbasi e merr hukmin e hadithit marfu'. Do thotë e merr gjykimin si me qenë një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka mundësi ta ketë marr këtë nga ijtihadi ose ta ketë thënë nga dituria e tij. Kjo është diçka e ghaibit, ka të bëjë me cilësitë e Allahut dhe nuk mund ta di këtë Ibn Abbasi ose të bëjë ijtihad në këtë gjë. Prandaj hukmin e merr si hadithi, si me qenë hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithë ehlus sunne wal jamaa, gjithë ndjekësit e sunetit dhe xhamati janë të gjithë në të njëjtin mendim se kursiu është çfarë? Është vendi I dy këmbëve të Allahut të madhruar, pra ashtu si I takon madhërisë e tij. Atij asgjë nuk I shëmbëllen, asgjë nuk është si ai. Pra këtë ixhma se këtë mendim të ehlus sunetit na I ka përcjell në mënyrë të prerë I Sheikhul Islam Ibn Taymija, Ibnul Qayyim dhe dietar të tjerë prej dietarëve që janë imama në tahqiq, pra në verifikim dhe në hulumtim. Dhe
Ka pastaj disa mendime që mund të gjenden në për tefsire se kursiu është arshi i Allahut. Ka thënë kursiu që është përmendur në këtë ajet është për qëllim arshi, mirë po ky mendim është jo i saktë, sepse arshi është tjetër krijesë, është krijesë më e madhe siç tregojnë hadithet dhe më e gjerë. Dhe është një tjetër transmetim gjithashtu që i atribuohet Ibn Abbasit se ka thënë kursiu është detyria. Pra kursiu i tij përfshin qiejt dhe tokën, do thotë detyria e tij përfshin qiejt dhe tokën, mirë po ky mendim edhe si transmetim është i dobët, pra nuk qëndron si transmetim nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, por as nuk e përkrahin argumentet, as nuk e përkrah as gjuha arabe që ta shpjegojmë në atë mënyrë. Pra nuk ka as pak lidhje me këtë gjë. Pra kursiu është vendi i dy këmbëve të Allahut dhe ka ardhur në hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam që ka thënë mas samawati as-sab'u fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlu al-arshi ala al-kursiyyi ka fadli tilka al-falati ala tilka al-halqa. 7 qiejt te kursiu janë vetëm si një hallk e hedhur në shkëtir. 7 qiejt te kursiu janë vetëm si një hallk, pra si një unaz ose një hallk e vogël e hedhur në shkëtir. Kurse madhësia e arshit në krahasim me kursiun, pra ky hadith na tregon qartë se nuk është arshi, kurse madhësia e arshit në krahasim me kursiun është si madhësia e asaj shkretire në krahasim me atë hallkën. Këtë ka transmetuar Ibn Xheriri në tefsirin e tij dhe Sheikh Albani ka thënë është i saktë me mbledhjen e rrugëve ose me bashkimin e rrugëve të transmetimit dhe ka shtuar Sheikh Albani ka thënë ky hadith ka ardhur si shpjegues i thënies Allahut wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Domethënë ky hadith është transmetuar si shpjegim i kujt? I ajetit kursi, ku përmendet kursiu. Dhe këtu na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në mënyrë konkrete dhe të qartë se kursiu është një krijesë shumë e madhe që e ka krijuar Allahu dhe e thekson, thotë që Albani duke e theksuar qartë se kursiu është krijesa më e madhe pas arshit dhe se ai është qenje më vete, jo diçka abstrakte ose simbolike. Sepse ka njerëz të cilët kështu e shpjegojnë, thonë kursiu është diçka abstrakte, simbolizon fuqinë ose simbolizon pushtetin ose si thonë edhe për arshin e Allahut, por ky hadith e tregon shumë qartë se ajo është një krijesë konkrete të cilën e ka krijuar Allahu dhe nuk është diçka simbolike. Për tyre ndoshta e kemi përmend në një përkthim që i ka bërë Shevqet Krasniqi një librit e Sheikh Ibn Uthayminit, Allahu e mëshiroft, në fusnot tek përkthimi shkruante që aty ku përmendej kursiu, shkruante se kursiu simbolizon fuqinë ose diçka tjetër, pra simbolizon diçka madhërinë e Allahut dhe nuk e shpjegonte si është në hadithe dhe si e kanë ehli suneti shpjegimin dhe si e ka vet autori bindjen, pra Ibn Uthaymini, Allahu e mëshiroft. Çfarë na tregon ky ajet? Pasi kursiu përfshin qiejt dhe tokën, na tregon se sa madhështor që është ky krijim i Allahut, sa madhështor është ajo krijesë, sa madhështor është ajo krijesë që për ne është çështje gajbi, është në botën e gajbit. Prandaj thotë Ibn Uthemini, nuk na ka thënë Allahu në Kur'an për shembull, as se keni parë kursiun, as se keni parë shikoni kursiun, siç na ka urdhëruar të meditojmë për qiejt dhe për tokën dhe për horizontin. Ka thënë afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha, a nuk shohin ata qiellin se si qiellin që çndron mbi ta, se si e kemi ndërtuar. Nuk na thot Allahu neve, a nuk e shihni ju kursiun ose arshin? Kjo tregon çfarë? Se ato janë çështje ghajibi, nuk arrihen me dituri. Po mos na kishte treguar Allahu, nuk do ta kishim ditur asnjëherë. Pastaj kur e mendojmë se sa madhështor që është si krijim kursiu, që i përfshin qiejt dhe tokën. Allahu çfarë thot për qiejt? Thot
inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinati al-kawakib. Ne e kemi stolisur qiellin e dunjas me një stolisje që janë yjet. Ne kemi stolisur qiellin e dunjas në përkthim shqip, nëse e përkthejmë edhe fjalën dunja, do të thotë qiellin e afërm, qiellin e ulët, do të thotë që është pranë nesh, sepse qielli ka shtresa dhe ka shkallë. Ato janë 7 qiej. Dhe pasi Allahu thot këtu se ne kemi stolisur qiellin e dunjas me këtë stolisjen që janë yjet, dietarët nga kjo kanë konkluduar, pra njëra palë dietarëve kanë konkluduar që gjithë çfarë mund të shohim ne, pra edhe nëpërmjet mjeteve sot që i përdorim për vërejtim ose për observim si i quajnë, janë pjesë e qiellit të parë, janë pjesë e qiellit të parë. Pastaj vjen qielli i dytë që është më i madh se qielli i parë sepse ai e përfshin atë, dhe kështu me radhë i treti më i madh i katërti. Pra imagjinoni gjithë ky krijimtari e madhe janë si një hallk, si një unazë e vogël e hedhur në krahasim me kursiun e Allahut Azza wa Jall. Dhe kuptohet domethënë që është nën arshin, nën arshin nga ana e madhësisë, siç na tregoi hadithi që e transmetonte Ebu Hurajra nëse s'gaboj radiallahu anhu. Mirë, kjo që u përmend në hadith, pra kjo hallka, është për qëllim, thotë Sheikh Uthemini, një ruaz ose diçka e vogël që përdoret në zinxhir, pra e metalt, dhe hidhet pra në një shkëtir të tokës. Edhe thotë imagjinoni ajo sa përfshin, sa mbulon për asaj shkëtirës të tokës, thotë gjysmën apo 2/3 e kësaj shkëtirës. Jo, thotë ajo nuk mbulon asgjë, as pak pra nga gjithë ajo masi e shkëtirës. Kështu thotë është raporti mes qiejve, tokës dhe kursiu të Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu është raporti mes arshit dhe kursiut. Pra është diçka që nuk mund të përfituohet asnjëherë nga aspekti i madhështisë. Çfarë tregojnë pra këto krijesa të mëdha? Tregojnë për madhështinë e krijuesit. Sepse madhështia e krijesës tregon për madhështinë e krijuesit. Ashtu siç tregon madhështia një veprë thot prej nesh, prej ndonjë zanaçie, për madhështinë dhe zotësinë e një mjeshtri. Pra Allah Azza wa Jall, kur e dim pra se kursiu i tij përfshin qiejt dhe tokën, atëherë çfarë të themi për arshin? Kjo tregon pra për madhështinë e Allahut Azza wa Jall dhe për fuqinë e tij absolute. Pastaj thot la yauduhu hifdhuhuma, nuk e ka të rënd ruajtjen e atyre të dyjave. Çfarë ka për qëllim? Nuk e ka të rënd t'i ruaj qiejt dhe tokën. Nuk është e rënd, e vështirë, e rënd për Allahun që t'i ruaj qiejt dhe tokën dhe t'i ruaj të gjitha ata krijesa që nuk mund të llogaritën, që gjenden pranë qiejt dhe në tokë, që nuk mund të llogarisim as si kategori, e mos flasim t'i llogarisim ato si lloje, e mos flasim pastaj t'i llogarisim secilën krijesë pra në veten, në veçanti, nuk mund t'i llogarisim. Të gjitha këto i mban Allahu Azza wa Jall dhe nuk e ka të rënd t'i mbaj. Dhe kjo tregon që dituria e tij është absolute dhe fuqia e tij është absolute. Tregon njëkohësisht se dituria e tij, sepse ai është i gjithdijshmi, prandaj i ruan ato. Dhe ai është i gjithfuqishmi, prandaj i ruan ato. Dhe fakti që ai i ruan krijesat gjithashtu na tregon edhe dy cilësitë e tjera, dhe ato janë çfarë? Janë mëshira absolute e Allahut dhe bamirësia e plotë dhe absolute e Allahut Azza wa Jall, se ai i ruan të gjitha këto krijesa. Pra, për shkak të diturisë së tij absolute, fuqisë së tij absolute, mëshirës së tij absolute dhe bamirësisë së tij absolute, ai i ruan qiejt dhe tokën dhe nuk e ka të rënd t'i ruaj ato dyja.
wa huwa al-aliyyu al-azim, dhe ai është i larti madhështori. Allahu e mbyll këtë ajet me këto fjalë dhe ai është i larti madhështori. Që do të thotë atij takon lartësia absolute, ai është pra i ngritur mbi çdo gjë dhe ai është madhështori të cilit takon madhështia absolute në veten e tij, pa lidhur me veten e tij, lidhur me pushtetin e tij dhe me cilësitë e tij. Pra subhanahu wa bihamdi, i lartësuar dhe i lavdishëm është ai, i cili ose krijesat e të cilit kanë këtë madhështi dhe cilësitë e të cilit janë kaq madhështore. Pra ai është el-azim në çdo aspekt të kuptimit el-azame. Ai është i madhrishmi ose madhështori në çdo aspekt të fjalës madhështi dhe ai është el-ali, do thotë i larti me veten e tij. Ai është lart krijesave dhe i larti me cilësitë e tij. Sa i përket kësaj kur themi është i larti me veten e tij, me qenien e tij, kjo do të thotë se ai është mbi çdo krijesë dhe asgjë nuk është mbi Allahun e madhruar. Asgjë nuk është mbi të dhe asgjë nuk është pranë tij dhe asgjë nuk është krahas me të. Pra ai është më i larti. Kurse për sa i përket lartësisë së cilësive të Allahut, pra ai është i larti vetë dhe i larti nga aspekti i cilësive. I larti do thotë me cilësitë e tij të larta. Ajo është kuptimi i fjalës së Allahut walillahi al-mathalul a'la. Allahut i takon përshkrimi më i lartë ose cilësia më e lartë. Pra, çdo cilësi që është e lartë, që është e përsosur, në të cilin nuk ka asnjë mangësi në asnjë aspekt për aspekteve, i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Me këto fjalë që i përmendëm, edhe pse si thot Sheikh Uthemini, Allah më shëroft, këto 10 fjali ose 10 cilësi që përmendëm janë vëllime në vete. Pra është e kuptueshme sepse është ajeti më madhështor që kur ti ngërthej kaq cilësitë madhështore në një vend, ka shumë fjalë për të shpjeguar, mirë po, ne shpresojmë se me këto pak fjalë që i lexuam, që i përmendëm, të kemi afruar kuptimin e faktit se pse është ky ajeti më madhështor në librin e Allahut Azza wa Jall. E përmend edhe një dobi lidhur me fjalën la yauduhu hifdhuhuma. Allahu nuk e ka të rënë t'i ruaj ato dyja, pra qiellin dhe tokën. Thot kur njeriu e lexon këtë gjatë natës dhe e di domethënë që Allahu do ta mbrojë këtë njeri, sepse kur e lexon këtë fjalë, Allahu nuk e ka të rënd t'i mbaj ato, pra t'i ruaj qiellin dhe tokën, thot un jam pjesë e krijesave që janë në qiell dhe në tokë dhe atëherë rujtja e Allahut azza wa jalla ndaj meje është e lehtë dhe nuk e ka të vështirë. Pra mbështetja i rritet dhe i fuqizohet, prandaj ai që e lexon këtë ajet, pra Allahu i bën që të ketë një mbrojtës deri në mëngjes dhe në të mos i afrohet shejtani deri në mëngjes. Unë kam përzgjedhur edhe vetëm disa dobi prej 38 dobive që i ka përmendur Ibn Uthemini, Allah më shëroft, pas shpjegimit. Ti shfrytëzojmë edhe këto 3 minuta me lejen e Allahut, dhe ju kërkoj ndjes, lutem Allahun të na shpërblej dhe të na bëj të përfitojmë nga kjo. Një prej dobive që i ka përmendur është se fjala el-Qayyum si përshkrim nuk mund me të përshkruhet krijesa. Nuk mund të përshkruhet asnjë krijesë me këtë përshkrim, sepse çdo krijesë është nevojtar për tjetrin. Çdo krijesë ka nevojë për diçka, ka nevojë për tjetrin, ka nevojë për Allahun, po dhe ka nevojë për të tjerët. Thotë ne kemi nevojë për punëtor dhe punëtorët kanë nevojë për ne. Ne kemi nevojë për gratë dhe gratë kanë nevojë për ne. Ne kemi nevojë për fëmijët dhe fëmijët kanë nevojë për ne. Ne kemi nevojë për pasurinë dhe pasuria ka nevojë për ne. Nga aspekti se duhet ruajtur, duhet zhvilluar çdo çështje
është nevojtar. Çdo gjë pra është nevojtar, ka nevojë. Dhe të gjithë këta janë nevojtar për Allahun Azza wa Jall. Kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall. Si ka thënë Allahu, ja ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni nevojtar për Allahun. Wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Kurse Allahu është ai i pavarur, pra i pasuri dhe i lavdishmi. Askush nuk mund pra ti çoj deri në fund çështjet e veta, ti realizoj çështjet e veta vetëm. Pastaj një dobi tjetër që përmend është tek ajeti ku përmend se Allahu nuk e kap dremitja dhe as gjumi. Kjo është për shkak të tham se jeta e tij është absolute. Prandaj nuk e kap dremitja dhe as gjumi. Dhe për shkak se mbajtja e krijimit është absolute. Ati pra nuk mund t'i afrohet asnjë mangësi asnjëherë. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk i kap atë as dremitje dhe as gjumë. Dhe kjo cilësi në shkencat e akidës si quhet cilësi e mohuar. Pra është diçka që e ka mohuar Allah për veten e tij. Nuk e kap dremitja dhe nuk e kap gjumi, siç ka mohuar Allah për veten e tij shumë gjëra në Kur'an që nuk bën pa drejtësi e kështu me radhë. Këto janë prej cilësive të mohuara. Cilësi të mohuara për Allahun Azza wa Jall. Nuk i ka. Dhe si është imani jon lidhur me këto cilësi që i ka mohuar Allah për vete? Imani jon lidhur me këto cilësi përmban dy gjëra. E para duhet të besojmë ashtu si ka thënë Allah se nuk e ka atë cilësi, pra Allah nuk e ka atë cilësi, nuk ka gjumë, nuk ka dremitje. Dhe e dyta, duhet të pohojmë të kundërtën e kësaj në mënyrë të përsosur. Çfarë do thotë kjo? Duhet ta pohosh se asnjëherë Allahu Azza wa Jall nuk mohon në Kur'an diçka vetëm për të mohuar, po për të treguar se e ka të kundërtën e përsosur. Kur Allahu thotë që nuk i bën pa drejtësi robërve, kjo tregon që drejtësia, që është e kundërta, është e përsosur. Drejtësia e Allahut është absolute. Dhe në këtë rast, për shkak se Allahu ka jetën e tij absolute dhe mbajtjen e krijimit absolut, atë nuk e kap kjo mangësi. Pra, shpresoj e kuptuam këtë gjë. Dhe gjithashtu thotë Sheikhu Themini, mund të ta mbyll vetëm me këtë fjalë, mund të përdoret si cilësi e bukur për dikë, kur përmendet një cilësi e mirë për dikë, mund të përdoret me kuptimin që zakonisht e ka atë cilësi. Pra filani është bujar, me kuptimin që zakonisht është bujar, jo se ndonjëherë nuk është, jo se ndonjëherë ka ndonjë mangësi në këtë aspekt, por kur të njëjtën kohë ti e pohon cilësinë se ai është bujar, dhe në të njëjtën fjali e mohon të kundërtën dhe thua ai është bujar, mirë po është bujar dhe asnjëherë nuk tregohet koprac, atëherë formohet një përsosuri e plot dhe kështu është në këtë rast, pra tek surja Allahu tregon që ai është El Hayyu El Qayyum dhe tregon në të njëjtën kohë se atë nuk e ka pas dremitja dhe as gjumi, me këtë pra arrihet përsosuria e kësaj cilësie. Allahu na dhën sukses të përfitojmë për kësaj detyrie, të marrim mësim dhe na bëf për atyve që i ka falë. Allah i falë të gjithë muslimanët dhe muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit. Allahu di më së miri, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.